Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, mirëmbrëma të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sonte. Sonte dua të vi tek ju me një histori që në fakt më ka mahnitur që në momentin kur unë e kam lexuar këtë histori. Jemi në vitin 2025, ndoshta është e pabesueshme se si mundet prindërit të jenë arsyeja që të ndalojnë dashuritë. Por kjo është historia e Ermelës edhe Stilianos, janë nga Tirana, janë në moshë goxha të rritur, por prindërit të Ermelës nuk lejojnë që të martohet në asnjë mënyrë me Stilianon. Biles, domethënë janë në gjendje që të shkatrojnë gjithçka që kjo dashuri fatkeqësisht të mos realizohet. Që të dy janë njohur në shkollën Ismail Qemali, domethënë kanë bërë shkollën aty, kanë kaluar një periudhë goxha të gjatë të dashurisë së tyre dhe kanë vendosur që me bindjen e tyre që familjarët domethënë do ta pranonin këtë realitetin. Kanë vendosur që këtë të vërtetë ta ndajnë me prindërit, t'ua tregojnë prindërit. Në fakt prindërit e djalit kanë qenë dakord dhe me kënaqësi më të madhe, ashtu si çdo nën. Normalisht kur merr vesh që fëmia do të merr një rrugtim të bukur në jetë, domethënë do të futet në atë rrugën për të ndërtuar familje, kanë dashur që të mos e lënë gjën që të shkon shumë gjatë, por t'i vënë domethënë një emër, të bëjnë një mini fejesë të vogël. Si çdo vajzë që kënaqet në momentin kur vjen momenti që prindërit të takohen, kënaqet edhe vajza në fjalë. Ka qenë pak sfidë t'i tregonte jatit, sepse ka qenë nga këto baballarët që domethënë ka qenë natyrë e vështirë në familje, shumë i vështirë. Por duke biseduar me veten, duke bindur veten, vajza ja ka treguar realitetin babait vet. Në fillim i jati nuk është se është sjellur keq. Domethënë ka rënë dakord që ta takon djalin, të takon prindërit e djalit dhe kanë vendosur që në një nga lokalet e Tiranës të drekojnë. Kanë drekuar dhe aty babai ka qenë dakord, domethënë ka qenë i sigurt që kjo martesë të bëhet, kjo martesë të realizohet. Dhe normalisht kjo vajza në fjalë është lumturuar, është gëzuar sepse babai i saj ka qenë pro një dëshire të madhe që ajo ka patur, pro një kënaqësi të madhe që në fakt ajo ka patur dhe kanë vendosur që të martohen, të bëjnë dasmën. Pas një viti që babai domethënë ka qenë natyrë agresiv, gjithmonë kur ka pi alkool, kur ka qenë i dehur, ka ardhur ke shtëpia, ka bërë namin fare, domethënë ka rrahur gruan, ka maltretuar vajzën, ka maltretuar djalin. Po gjithmonë familjet shqiptare hënë se do të vjen momenti dhe babi do të ndryshon dhe gjërat do të ndryshojnë, i kanë lënë gjërat domethënë hënë se do të vjen momenti. Pasi që janë bërë gati për dasmën, ka bler fustanin e bardhë, gjithçka tjetër, në momentin kur djali, domethënë ka ikur që ta merr vajzën, domethënë me krushi gjithçka tjetër, babai në atë moment nuk ka qenë dakord që ta lejon vajzën që të del nga shtëpia, domethënë nuk ka qenë dakord që kjo të martohet dhe të shkon nuse. Aty ka filluar tortura e madhe, që kanë hyrë xhaxhallarët, kanë hyrë hallat, në mes që gjasme domethënë ta zbusin në një farë mënyre situatën, që vajza të shkon nga që krushit kanë pritur për jashtë, krushit kanë qenë jashtë. Por fatkeqësisht domethënë, vajza ka shkuar jo në formë siç duhet si nuse. Ditët e tjera kanë qenë ditë kërcënuese, domethënë vajza nuk ja ka treguar burrit saj se çka ka ndodhur. Kanë qenë ditë kërcënuese, babai domethënë është munduar që t'ua prishën dasmën, por familjarët nuk e kanë lejuar sepse në atë moment i është kujtuar që
ky djali nuk bën për këtë vajzën, domethënë ka qenë mendimi dhe ideja e babit kjo. Jo se ka qenë diçka që e parealizueshme. Domethënë është munduar që t'ia prishën gocës vet dasmën, t'ia shkatron ambientin, ta shkatron momentin, edhe pse vajza domethënë ka qenë gjatë gjithë kohës me frikë në dasmë se mos bëhet gjë më e madhe dhe këtu të turprohemi, nga që ne jetojmë çik edhe për emër në një farë mënyre. Dhe vajza, kur ka ikur në shtëpi, ka treguar bashortit gjithçka. Në momentin kur bashorti, domethënë është takuar me këtë zotrin, kanë biseduar dhe arsyeja pse ky baba nuk ka qenë dakord, domethënë që kjo martesë të bëhet dhe ka dashur që ta shkatron këtë lidhjen, e ka mësuar ditën kur kanë ardhur ta marrin gocën, domethënë për nuse, që halla e këtij djalit është ishe dashura e babait të vajzës dhe që të mos del kjo e vërteta, domethënë që këtij do t'i shkatërroshte familja, do t'i dilte gënjeshtra etj etj, domethënë ky është munduar që të gjithë situatën ta inskenon, të bën dramën, të bën spektaklin që të prishë gjithçka, sepse kësaj gruas në fjalë që ka qenë në vite, ky babai kur kanë qenë në lidhje i ka marrë shumë lekë. Domethënë ka patur shumë borxh dhe ka shkëputur kontakte për vite të tëra dhe ajo nuk e ka gjetur dot. Dhe imagjinoni, domethënë vjen momenti kur këto të dy lidhen, që në fakt lidhen nga hiçi, nuk e din se kush janë dhe ky futet në mendime tani se si ta shkatroj. Vajza nuk është e ndarë nga ky djalë, domethënë kanë probleme sepse tani më është bërë tematike e madhe, tani halla kërkon lekët e veta sepse halla nga kjo situatë ka mbetur pa martuar, halla e djalit, domethënë ky e ka lënduar shumë, e ka përdor jashtëmase shumë sepse halla ka patur shumë lekë, ndërsa kjo vajza ka mbetur domethënë as këtej as andej sepse e do shumë këtë djalin dhe dëshironte që ta ndan historinë, që të merr mendimin se çfarë do të bëj, si do të shkojnë gjërat, domethënë si do ta mban këtë marrëdhënie, se realisht është një marrëdhënie që babai vet bën presionin e madh, që kërkon që të ndahet, sepse me largim, me fshehje e ka më të lehtë t'i arsyetoj lekët, ndërsa nga ana tjetër, domethënë vajza në fjalë e dashuron pafund partnerin e saj të jetës, e ka pikë të dobët edhe partneri e dashuron, por janë situata të cilat janë krijuar në këtë mënyrë që ky çift domethënë t'i jep fund marrëdhënies së tyre. Unë do ju kisha lutur të gjithëve ta dëgjoni historinë deri në fund, të jepni mendimin dhe idenë tuaj se si duhet vepruar, çfarë duhet bën kjo vajzë domethënë, dhe a duhet vazhdon marrëdhënien apo jo, apo duhet prishën raporte me babain, sepse babai e kërcënon non stop. Dua të marr mendimin tuaj.